Dita e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5 ka nisur më bukur dhe më e qetë, dhe kjo për shkak se vëllai i madh u ka dhënë secilëve prej banorëve bluza ku shkruhet "Ju dua" dhe i ka kërkuar atyre që të qëndrojnë të qetë dhe të kalojnë kohë të bukur së bashku, duke qenë se dhe dita e sotme është dita e të dashuruarve. Ndërkohë, banorët janë munduar që të kalojnë kohë së bashku, por pikërisht ata që kanë tërhequr vëmendje kanë qenë Brikena dhe Mateo. Çifti apo këta dy banorë duket tashmë si i kanë hequr barrierat që kanë patur në fillim dhe tashmë po krijojnë një marrëdhënie shumë të këndshme dhe që pëlqejet shumë nga publiku. Ndërkohë, Mateo i ka thënë Brikenës që dëshiron t'i bëjë asaj një surprizë, por ajo i ka thënë kurrësesi të mos përdorë asgjë. Duke dëgjuar këtë gjë, ai ka marrë pije energjike dhe në krevatin e tij, apo të Brikenës, ka shkruar "Të kam xhan" dhe një zemër. Kjo gjë i ka pëlqyer shumë publikut dhe momentin që ai ja ka treguar Brikenës, ajo ka filluar të buzëqesh dhe ka falendëruar atë për këtë surprizë të bukur. Ndërkohë që ajo i drejton dorën, Mateo kërkon që ajo ta përqafojë, për shkak se tashmë dhënia e dorës bëhet vetëm nga persona të cilët janë të largët, dhe në këtë moment Brikena e ka përqafuar atë. Këto takime apo surpriza të vogla midis tyre po shihen si shumë të vërteta dhe reale nga publiku dhe të gjithë po e pëlqejnë shumë. Nuk dihet se si kjo marrëdhënie do të shkojë, megjithatë, të gjithë po shpresojnë që ndjenjat e jenë të vërteta dhe në atë shtëpi të dalë një çift. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se këta dy banorë kanë me të vërtet ndjenja për njëri tjetrin? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.